Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Roel, fillimisht të nisim me dosjen që unë sapo përmenda, si e ke parë të gjithë të zhvillim të këtij skandali që ka ndodhur? Po, është një fillim që pritej, sepse prej kohësh në fakt ka pasur presion nga votuesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga popullata atje që Kongresi Amerikan dhe Departamenti i Drejtësisë të dorëzojnë dosjet e Epsteinit dhe të deklasifikojnë ato për të bërë të ditura për të gjithë publikun. Sigurisht që ky deklasifikim nuk ka qenë i plot, sepse siç ne edhe ne e dimë, janë diku për 2 milion faqe, që është 50% e gjithë dosjeve, dhe ka dhe shumë emra të redaktuar, dhe madje unë dje dhe pardje në fakt po ndiqja disa seanca të Kongresit Amerikan, dhe një prej gjërave për të cilat flitej, kishte të bënte me faktin që në këto dosje, emrat e viktimave në një farë mënyrë janë nxjerrë në pa, ndërkohë që emrat e abuzuesve janë fshehur, dhe në fakt nuk jetë e kundërta, normalisht. Sidoqoftë, është një skandal i proporcioneve të mëdha që ka shkaktuar një tërmet politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Emri Jeffrey Epstein në fakt nuk është i panjohur, është mjaft i njohur, dhe ideja e ishullit të Epsteinit ku kishte në një farë mënyrë pedofili apo kishte degenerim të llojeve të caktuara të dyshme që përfshinte zyrtar të lartë të jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe të elitave botërore, dije prej kohësh, por tani më ka emaile konkrete, të cilat ne na japin më shumë detaje. Nga ana tjetër, është patjetër një zhvillim i ri për Shqipërinë, sepse shqiptarët së fundmi në fakt kanë marrë vesh me përjashtime të vogla kush ka qenë Jeffrey Epstein, edhe sigurisht që edhe këtu ka shkaktuar një lloj amullie të madhe që nuk ka pse, por është çështje që mund ta diskutojmë. E qartë. Roel, nga ana tjetër, nëse vërtet të gjithë e dinin, si mund të qëndrojë pretendimi se presidenti nuk kishte asnjë informacion për të gjithë aktivitetin kriminal të Epstein? Shiko, ky është pretendimi i shtëpisë së bardhë, edhe ndoshta ka edhe pak vend për t'u thënë, sepse aktiviteti kriminal normalisht provohet nga prokuroria me akuza dhe pastaj vendoset nga gjykata, pra nuk mundot një president apo dhe elita botërore të dinë aktivitetin kriminal të Jeffrey Epsteinit dhe çfarë Jeffrey Epstein bënte. Ajo çfarë ata mund të dinë është ndërveprimi që ata kanë pasur me Jeffrey Epstein. Ne dimë mjaft mirë që Jeffrey Epstein ka ndërvepruar me figura të njohura, duke përfshirë presidentin Trump, duke përfshirë ish presidentin Bill Clinton, duke përfshirë ish kryeministin izraelit Ehud Barak, duke përfshirë ish presidentin e Universitetit Harvardit Larry Summers, që ka qenë sekretarit e saj në kohën e Bill Clintonit, duke përfshirë Bill Gates, domethënë një sër figurash, Noam Chomsky e tjerë. Pra, ai ka ndërvepruar me ta në festa të ndryshme, si miq me ta, por nuk mendoj që duhet të jetë presidenti ai që shprehet për a ka bërë krime Jeffrey Epstein apo nuk ka bërë krime Jeffrey Epstein. Patjetër që ajo që unë do doja të ftoja është që të ftoja njerëzit që të mos humbasin një farë mënyrë besimin tek institucionet. Në Shqipëri nuk ka institucione, por Shtetet e Bashkuara ka institucione dhe patjetër që janë ato që po e bëjnë me ndeon hetimin dhe po kërkojnë të nxjerrin drejtë të vërtetën, dhe hapi i parë drejt kësaj është dalja e dosjeve. Ishte një gjë që nuk pritej. E qartë. Por nga ana tjetër, Roel, mendon se jemi përballë një rreziku thjesht politik që ndoshta do të kalojë me kohën, apo kemi një rrezik real që mund të prodhojë ndoshta edhe pasojë ligjore më vonë? Nuk mendoj që do ketë pasojë ligjore, sepse përmendja e emrit të çdo kujt në një dosje nuk është nuk tregon asgjë, pra nuk tregon asgjë për veprimtarinë tënde, nuk është indicie për ndonjë aktivitet kriminal. Thonja fare, një pjesë e mirë të emrave që përmenden nëpër email mund të përmenden edhe kod. Për shembull, dikush mund të marrë emrin tim dhe ta shkruajë kod në një email. Ose do thotë që unë jam i përfshirë me ato se jam i afiliuar me atë person. Pra, ne nuk e dim për pse ka shkruar Jeffrey Epstein këto emaile, për çfarë arsye etj. Dhe mos harrojmë që këtu ka një dimension të madh politik dhe inteligjencë, sepse ne dimë mirë që Jeffrey Epstein ka qenë një ushtar i Mossadit. Ka punuar për shërbimet sekrete izraelite. Dhe ta mohosh këtë, domethënë është ndoshta është e drejta çdo kujt, por ka shumë prova që tregojnë që Jeffrey Epstein u bë një miliarder në një mënyrë shumë të çuditshme dhe në një farë mënyrë ka materiale komprometuese për shumë njerëz dhe në një prej emaileve flitet se si kunati i Jeffrey Epsteinit, Robert Maxwell, një Çekoslovak britanik me origjinë hebree, është kunati, pra është babai i të dashurës së Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell,
sipas Jeffreyt në emaile, merrte informacione për shembull nga Reagani, nga Thatcheri, nga kancelarit perëndimore, sepse ishte mik dhe Maxwell me këta, dhe i çonte në Tel Aviv. Dhe ja jepte atyre këtë informacion. Tani, kuptohet, spionimi në përgjithësi bëhet dhe me salatëve. Pra, ti ke edhe spion belg në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ke edhe spion gjerman në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ke edhe spion izraelit, siç ke edhe të kundërtën. Pra, nuk është ndonjë gjë e re kjo, por ka indicie të forta që Jeffrey Epstein punonte krah për krah me izraelitët. E qartë. Por nga ana tjetër, fakti që doset përfshin lidhje me figura të njohura, pra nga biznesi, politika dhe akademia ndërkombëtare, e kthen këtë çështje ndoshta në një skandal nëpër masa globale, ku çdo emër i përmendur mund të prodhojë ndoshta edhe valë tronditëse, por sigurisht në të gjithë opinionin publik. Ruel, sa i thellë është rrjeti i këtyre marrëdhënieve që del nga dokumente dhe nga ana tjetër mund të kemi zbulime të reja që ndoshta do të trondisin establishmentin? A mund të ketë zbulime të reja, unë nuk mendoj, sepse kjo është në një farë mënyre maksimumi që klasa aktuale politike në Shtetet e Bashkuara mund të bëjë, nuk ka konsensus për të nxjerrë të plota dosje dhe s'ka përpas ndonjëherë. Kjo dhe ndoshta për arsyeën e vetë që aty mund të ketë emra që trondisin establishmentin politik, por për vetë nga fakti që ato emra nuk do dalin, nuk ka përpas tronditje të establishmentit politik. Nga ana tjetër, të mos harrojmë që në ndryshim nga diktaturat, për shembull, vende diktatoriale që janë në lindjen e mesme apo edhe në vende të tjera, ku goditja e liderit hedh poshtë gjithë sistemin, goditja e liderit të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk e hedh poshtë gjithë sistemin. Pra, për shembull, i vendi president që ka dhënë tërheqjen nga posti në historinë amerikane është Richard Nixon, pas skandalit të Watergate. Kemi pas tentativa për të impeach, pra për të hequr nga detyra nëpërmjet votimit presidentin Clinton, pas skandalit të Monica Lewinskyt. Kemi pas dy tentativa në fakt në mandatin e parë të presidentit Trump për të hequr Trumpin duke përdorur Kongresin, por sistemi ka ngel i fortë. Dhe unë mendoj që edhe sikur të ketë, ja supozojmë që ka emra që dalin, ka një skandal më të madh. Institucionet amerikane, sistemi amerikan ngjelet i fuqishëm, nuk do të ketë tronditje të sistemit, thjesht do të ketë eliminim të disa figurave politike dhe dalje në skenë të disa të tjerë. Mirë, kalojmë tek një tjetër çështje, shpërndarja nga presidenti amerikan në rrjetet sociale për dislokimin e një aeroplanmbajtësi të dytë në lidhjen e mesme nuk është thjesht tashmë një veprim mediatik, por është një sinjal strategjik. Mendon Ruel se po përgatitet tashmë SBA-ja ndoshta për një fushatë ajrore intensive kundër objektivave strategjike iraniane? Unë mendoj që afrimi i aeroplanmbajtësve është presion ndaj regjimit të Teheranit. Nuk mendoj që plani A është sulmet e mëtejshme ajrore ndaj Iranit. Ne pam operacionin Midnight Hammer, pra çekiçi i mesnatës, mos gaboj në korrik, mbas luftës 12 ditore midis Izraelit dhe Iranit, luftë që u mbyll në fakt me ndërhyrjen amerikane. Bombardimin e disa objektive strategjik bërthamor iranian, duke përdorur bombarduesët B2, që janë bombarduesët më të avancuar që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, unë mendoj që afrimi më i fundit i aeroplanmbajtësve është një taktik presioni që regjimi i ajatollave të pranojë marrëveshje. Dhe marrëveshja që është dhënë regjimit është që ju do të largoheni. Rusia e keni aty, mund të marrë Rusia siç mori Bashar al-Assadin dhe do të vi Shah sërish në Iran, mbreti, pra në fakt jo mbreti që ka vdekur, po i biri i tij që është tani më jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të rikthehet për ta bërë Iranin prapë një monarki pro-amerikane dhe për të rrëzuar regjimin ajatollar. Kjo është marrëveshja që po i bëhet, po i jepet në tavolinën e Iranit. Dhe nëse Irani nuk e pranon këtë marrëveshje, sigurisht që do të kalohet tek skenari që ti përmendë. E qartë. Por mendon se synon Pentagoni të neutralizojë ndoshta paraprakisht sistemit iraniane të mbrojtjes ajrore në rast të një konflikti që mund të ndodhë? Nëse do të ketë një konflikti do të ndodhë të niset nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në sensin që Irani nuk besoj që ka humbur mendjen që të bëjë sulme amerikanëve, sulme bazë amerikane pa sulme amerikane. Sigurisht është ajo që thua ti, pra në rast se Irani refuzon marrëveshjen, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të bombardojnë. Dhe në këto kushte, normalisht bombardimi kështu fillon. Pra bombardon objektivat, bombardon kapacitetet të mbrojtjes të kundërshtarit,
radarët M88 dhe pastaj ti praktikisht bën ç'të duash me hapësirën ajrore të atij vendi dhe ke mundësi të ushtrosh presion ushtarak sa të duash. Kështu që ajo që thua ti është në rast se plani B zbatohet. E qartë, por mendon se të gjitha këto lëvizje Ruele janë një përgjigje direkte ndaj arsenaleve raketore të Iranit dhe ndoshta edhe kërcënimi ndaj bazave amerikane në rajon? Është një debat mjaft kompleks, në fakt ne do na duhet një emision tërë për të kuptuar se çfarë e influencon politikën amerikane ndaj Iranit. Megjithatë, ne dimë disa gjëra. E para njëherë, principi i proliferimit bërthamor, që do të thotë, nëse një vend kërkon të marrë armë bërthamore, në mënyrë automatike ai vend bëhet rrezik. Sepse kur ti si vend kërkon të marrësh armë bërthamore, një vend tjetër kërkon të kërkojë të marrë armë bërthamore dhe arrihet në një situatë ku çdo vend ka armë bërthamore. Pra, për shembull, në Lidhjen e Mesme, Irani ka thënë, Irani është përpjekur të pasurojë uraniumin, që është i përdorur për armë bërthamore, dhe Arabia Saudite ka thënë qartë, po mori Irani armë bërthamore, nesër livari kryesor i tyre do marrin edhe ne armë bërthamore. Pra, është një cikël që nuk mbaron kurrë. Kështu që në këtë kuadër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkon të ndalojë këtë lloj cikli. Së dyti, Irani ka një objektiv të qartë ideologjik. Dhe objektivi i qartë ideologjik është eksportimi i doktrinës teokratike të ajatollave të islamit shiit në Lidhjen e Mesme, të vendet sunite dhe sigurisht edhe instalimi i diktaturave të ngjashme edhe në këto vende. Dhe sigurisht që kjo është kërcënim për ato vende aty, është kërcënim për interesat amerikane, dhe së treti, Irani në këtë kuadër lidhet fakt me pikën e dytë, e ka bërë të qartë që nuk e do shtetin Izraelit, pra ka një shtet ilegjitim. Dhe për këtë gjë ka mbështetur grupe terroriste si Hamasi dhe Hezbollah, dhe për të kuptuar armikun e vet Arabinë Saudite ka mbështetur të grupet Houthi, me cilën Arabia Saudite është në luftë, siç është në fakt lidhur kjo, nuk do sqaroj për publikun kjo, siç Izraeli ka një konflikt me Hamasin, Arabia Saudite ka një konflikt me rebelët Houthi në Yemen, është eksaktësisht njëri konflikt, ka të njëjtën dinamik. Dhe sigurisht që këto janë tre arsyet zyrtare. Ka edhe një teori tjetër, teoria e dytë, që ka një arsye vetë brenda, që ka të bëjë me faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë outsourcer ose ja kanë dhënë Iranit në mënyrë politikën e tyre të jashtme në Lidhjen e Mesme Izraelit, dhe Izraeli kërkon të eliminojë çdo kundërshtar të vet të madh që kërcënon hegemoninë izraelite në Lidhjen e Mesme. Dhe dikur ka qenë Iraku, sot është Irani, nesër mund të jetë, nuk e dim. Pra këto janë dy teoritë, dhe sigurisht që të dy këto teori dhe të katër këto faktor kanë të vërtetat e tyre dhe të pavërtetat e tyre. E qartë, por nga ana tjetër, një aeroplan mbajtës është objektiv me vlerë të lartë, pra sigurisht në çdo konflikt të hapur. Ruel, sa real është rreziku tashmë që Irani të tentojë ndoshta një goditje direkte apo edhe indirekte ndaj një aeroplan mbajtësi amerikan? Nuk ka rrezik, kjo do ndodhë që se ka një luftë aktive dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës bombardojnë Iran, pra hapin një luftë në front luftën e Iranit, kjo po nuk mendoj që Irani do të provokojë. Regjimi iranian tani, Brisela, është në momentet e tij të fundit. Është një regjim që po vret, ka vrarë diku ke 15.000 protestues në Fushën e Sadit, është praktikisht gjenocid në vendin tonë, domethënë. Është një vrasje makabër. Në shumë të mdha, shifra shumë të mdha. Dhe problemi i Iranit ka nga brenda. Irani nuk ka kohë të përballet me një superfuqi. Irani do të mbajë regjimin e vet tonë. Kështu që nuk e shoh si rrezik aktiv. E qartë, nga ana tjetër, kemi një stërvitje të përbashkët Kinë, Rusi dhe Iran në gjirin e Omanit, të cilët sigurisht që krijojnë një bosh të ri ushtarak në rajon. Mendon se po lind tashmë një arkitekturë e sigurisë që ndoshta do të sfidojë hapur praninë amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme? Shiko, ka një arkitekturë të re të sigurisë, por nuk e shoh aktive në Lindjen e Mesme. Arkitektura e sigurisë e ndan botën në zona influencë, siç e kanë thënë edhe në vende të tjera dhe mos gaboj kanë përmendur edhe në këtë program. Dhe zonat influencës janë të ndarë qartësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë kontroll mbi hemisferin perëndimor, do të ruajnë ndikimin e tyre mbi Evropën perëndimore, do të kenë kontroll Lidhjen e Mesme në përmjet Izraelit, por edhe mbretërive të gjirit me krye Arabinë Saudite, ndërkohë që Rusia do të
ruaj kontrollin mbi Evropën lindore, do të fitojë në Ukrainë, do të ruajë të bazat e veta në Afrikë. Dhe me logjik Kina në fakt do duhet kishte kontroll mbi ndopërsorën, mirë po Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e duan. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë vendosur që nëse Rusia do t'i lëjë një zonë influencë, Kinës nuk do t'i lënë asnjë zonë influencë, sepse e shohin si rival kryesor. Në këtë kuadër, këtë marrëveshje e përbashkët nuk e shoh si kërcënim për lidhjen e mesme, sepse ta tregojnë vetë kondita gjeopolitike. Pra në Siri ra një diktator prorus, ra Bashar al-Assadi. Në Iran po bie regjimi i Ajatollahëve, regjimi më i fuqishëm islamik i asaj zone, që është po pra prorus, pro-lindor, pro-kinez, anti-amerikan. Shohim që në qeverinë e të Sirisë kemi përfshirje madhe të Turqisë. Turqia kuptohet që një vend hibrid, nuk është se ka në një afiliim të veçantë, por është pjesë e NATO-s, pra është pjesë e perëndimit kolektiv, sidoqoftë. Pra, domethënë, linja mesme nuk ka luftë të ftohtë në linjën e mesme. Linja e mesme do të ngelen në diktatin amerikan, kjo është mendim shumë i qartë, por arkitektura e sigurisë patjetër që përfshin edhe zonat e influencës në gjithë botën, përfshin edhe bllokun BRICS, Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut, që po kërkon të zgjerohet, që kërkon një marrëveshje të mbrojtjes kolektive, kërkon të zëvendësojë dollarin si monedha rezervë e botës, etj. Pra, po bluhet një arkitekturë e sigurie, në mos ka nisur, por nuk mendoj që shihet në lidhjen e mesme. E qartë, mirë, Ruel, për ta mbyllur, ndërkaq, nëse Irani do të kishte një mbulim ajror pra të fshehur, mendon se do të rrezikojë liria operative e marinës amerikane, pasi flota amerikane operon vazhdimisht në gjirin persik si një garanci e superioritetit detar? Shiko, unë nuk jam ekspert i fushës ushtarake dhe nuk një armët edhe armatimet mirë të them drejtën, por ajo që unë di të them është kjo gjë, që ne e pam operacionin amerikan në Venezuelë. Dhe një prej detajeve më interesante biseda kishte të bënte me faktin që rojet për një moment të caktuar, rojet e Maduros filluan të villnin gjatë nga hundët dhe nga veshët. Sepse amerikanët kishin ndezur një armë gjigante sonike që bënte aq shumë zhurmë sa që njerëzve u vinte për të vjedhur, u vinin fikët, domethënë pra të tregon supremacinë teknologjike amerikane. Dhe në momentin kur ta kanë këtë supremaci teknologjike të garantojnë që çfarë do lloj mbrojtje që të ketë Irani, çfarë do lloj teknologjie të avancuara për shoqë që ketë Irani, Amerika ka një kundër teknologji dhe më të avancuar, kështu që nuk do shqetësohesh për këtë pjesë.